arkitektura në fakt është në gjitha artet e Islamit është arti më i përsosur, që ka rrit më shumë. Është dhënë më shumë. Sepse ne dim gjithë që arkitektura nuk është thjesht art, po nuk është as thjesht inxhinieri. Nëse inxhinieria është pothuajse, domethënë opozita e natyrshme e artit në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, sepse është vetëm shkencore dhe arti që është komplet subjektiv, individual, te arkitektura vjen dhe bashkohen të dyja. Pra, trup dhe shpirt. Prandaj jo rastësisht Islami ka dhënë kontributet musliman më të mëdha në gjitha, në Stamboll, në Andaluzi, në Spanjën Jugore, në Ballkan, në Indi, kudo ku ka qenë, është shohim arkitekturën. Interesant. Ajo është më e përsosur. Pse është zhvilluar kjo më shumë, ndoshta se tregon me shërimin më interesant. Pra nuk të ta hasësh pikturën tipike subjektive të llojit Kandinskit, të llojit Miros, të llojit Picassos, që është shumë subjektive. Nuk do të hasësh diçka shumë të ftoftë shkencore, siç janë Vrimat e Zeza apo Epoli i kohës tonë. Apo Ferrari. Pra janë shife sa janë ekstreme në farë forma. Janë dy qasje ekstreme, por që janë pjesë e natyrës njerëzore dhe duhet. Në rastin e arkitekturës to bashkohen, domethënë algoritmi shkencor janë numri, pra sasioria e shkencorës vjen e bashkohet me subjektiven dhe cilësoren e artit.